Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Më në fund u gjetë zgjidhja, kjo recetë shëron në dhimbjen e kockave për gjithmonë, ja si ta përdorni. Dhimbjet në shpinë, këmbë dhe nyje shpesh mund të jenë shumë të pakëndshme. Gjithashtu stresi është shpesh i pranishëm në jetën tuaj dhe mund të ketë efekt negativ në shëndet. Janë një recetë të dobishme e cila mund të jetë tepër efektive në rastin e dhimbjes. Përbërësit janë 150 gram gjelatinë ushqimore dhe ujë të ftohtë. Përgatitja: në ujë të ftohtë ne do të vendosim rreth 150 gram gjelatinë ushqimore dhe më pas e përzieni masën. Bëheni këtë brenda natës dhe lëreni deri në mëngjes. Mos e vendosni brenda frigoriferit sepse mund të kthehet në pelte. Kjo recetë duhet të konsumohet çdo mëngjes para vaktit të mëngjesit me stomakun bosh. Vazhdojeni këtë kur për 30 ditë dhe rezultatet pozitive do të duken që në javën e parë të trajtimit. Prisni për 6 muaj pas 30 ditëve të para në rast se doni ta përsërisni procesin. Gjithashtu mjalti organik dhe kosi munden të shtohen në këtë përzierje. Për të luftuar shfaqjen e osteoporozës është e rëndësishme ajo që ne ham. Për këtë duhet të ndiqet një dietë ushqyese e balancuar me një përbërje kalorike të përshtatshme me nevojat fiziologjike të individit. Qumësht dhe fara susami. Siç mund ta dini tashmë, qumshti është një nga burimet më të rëndësishme të kalciumit, i cili gjendet në natyrë, dhe nëse ju nuk jeni alergjik ndaj tij, ju mundet të përdorni qumshtin si një nga kurat më të mira kundër osteoporozës. Efektet e tij dhe të kombinuara me aminoacide dhe minerale, gjithashtu nga farat e susamit, janë të dobishme për forcimin e kockave. Përbërësit janë një gotë me qumësht, një lugë gjelle fara susami të coptuara. Përgatitja: zieni qumshtin dhe përzieni me farat e susamit. Konsumoni minimumi 3 herë në javë nga kjo përzierje. Ekstrakt majdanozi. Përbërësit antioksidues dhe antiinflamator të majdanozit janë të dobishëm në trajtimin parandalues të problemeve me sistemin skeletor dhe kyçet. Majdanozi përmban boron dhe fluoridë, 2 përbërës esencial që ndihmojnë në parandalimin e humbjes së densitetit kockor dhe frakturave. Përbërësit janë 2 lugë gjelle majdanoz dhe 1 kup ujë. Përgatitja: hidheni majdanozin tek uji i valuar dhe lëreni të zbutet për 10 minuta. Kulloni mirë dhe e pini 2 herë në ditë. Lëng me brokoli dhe mollë. Brokoli është një nga perimet me sasinë më të lartë të kalciumit. Në të njëjtën kohë ai siguron minerale si kalium dhe magnez. Në këtë rast ne ju sugjerojmë që të kombinoni brokolin me karrota, marule dhe mollë. Përbërësit janë gjysmë brokoli, të cilën e zieni pak në avull, gjethet e marules, 3 karrota dhe 1 mollë. I lani mirë përbërësit, i hidhni në shtryse dhe shtoni pak ujë. Shtrydheni mirë derisa të formohet një masë homogjene dhe konsumojeni menjëherë. Përsëriteni këtë trajtim për disa herë në javë. Gjithashtu, këtu do t'ju tregojmë edhe një recetë natyrale për personat të cilët vuajnë nga artriti dhe reumatizma. Në mëngjes ju mundet që të hani ushqime si kos, tërshër, fara liri, bajame, sheg të qëruar dhe mollë jeshile, 1 gotë qumësht dhe bukë integrale, gjizmë, mjalt ose reçel dhe bajame. Një tjetër alternativë është 1 gotë lëng panxari, karrotë, mollë dhe bukë integrale, gjizë dhe djathë kaçkavall. Alternativa në drekë: mund të hani sardele të pjekura në furrë me gjethe dafine, hudhra dhe vaj ulliri. Sallat: mund të konsumoni rukola ose sallatë jeshile, panxar të freskët, karrotë, misër të zier, fara liri, vaj ulliri ose uthull molle ose aceto dhe bukë integrale. Në versionin e dytë mund të hani gjell me fasule ose barbunja ose bizele. Sallatë jeshile, karrotë, specë të kuq, sheg të qëruar, fara lini, vaj ulliri, uthull molle ose aceto dhe bukë integrale dhe djathë të bardhë ose gjizë. Fileto pule në furrë me qepë, salcë domate, specë, kungull, karrotë të pjekura me vaj ulliri është alternativa e tretë.
Sallat mund të hani lakër, karrot, specë të kuq me lakër të kuqe, fara lule dielli, vaj ulliri, limon të shtrydhur dhe bukë integrale. Alternativa për në darkë: supë me thjerrza me qep, spinaq, karrot, qep të njom, dafin me hudhër dhe vaj ulliri, bukë integrale 30 gram, sallat frutash me mollë dhe shejk. Versioni 2: një omlet me 2 vezë, spinaq të freskët, gjizë të pjekur me pak vaj ulliri, sallat me lakër, karrot, lakër të kuqe me vaj ulliri, limon dhe buka integrale dhe një frutë të stinës. Në versionin e tretë mund të hani sallat jeshile dhe një fixhan kuskus të zirë, djathë kaçkavall, domate, kastravec, fara lule dielli, vaj ulliri dhe limon, kos, shejk, arra, mjalt ose reçel. Gjithashtu, këto janë 2 supë për ushqime të cilat mund të lehtësojnë dhimbje dhe ëndjet në kyçe dhe të ngadalsojnë zhvillimin e sëmundjes, thonë hulumtuesit shkencor. Kumbullat e thata, shejgat, drithrat, erëzat si xhenxhefili dhe shafrani indis, si edhe vaj ullirit mund të ndihmojnë gjithashtu. Këto ushqime mund të lehtësojnë inflamacionin dhe dhimbjet e kockave. Konsumi i rregullt i fibrave të caktuara dietike, perimeve, frutave dhe erëzave, si edhe eliminimi i përbërësve që shkaktojnë inflamacion dhe dëmtime mund të ndihmojë pacientët në menaxhimin e dhimbjeve të shkaktuara nga artriti reumatoid. Pacientët që vuajnë nga artriti reumatoid duhet të heqin dorë nga dieta, ha gjithçka, pirja e duhanit apo alkooli dhe duhet të kalojnë tek dieta mesdhetare ose dieta e eliminimit, siç mund ta këshillojë mjeku. Dieta ha gjithçka përfshin ushqime si nga burimet bimore ashtu edhe shtazore. Përfshirja në dietë probiotikëve, lëndë ushqyese që gjenden në ushqime si kosi dhe shtesat dietike që përmbajnë mikroorganizma të dobishme mund të ndihmojë gjithashtu në lehtësimin e dhimbjeve. Zakonisht për trajtimin e artritit reumatoid përdoren ilaçe antireumatike që në disa raste janë edhe shumë të kushtueshme, prandaj menaxhimi i sëmundjes nëpërmjet ushqimit dhe dietës nuk posedon asnjë efekt ansor dhe të rrezikshëm dhe është një opsion relativisht i lehtë dhe gjithashtu i lirë. Aktiviteti fizik nga ana tjetër ndihmon në rënien e peshë dhe forcon muskujt, duke mbrojtur kështu artikulacione dhe lehtësuar lëvizjen. Prandaj njerëzit mbi peshë ose obez me osteoartrit duhet të gjejnë një mënyrë për të rënë në peshë dhe forcuar muskujt e tyre. Konsumimi i ushqimeve të caktuara mundet të ndihmojë gjithashtu pacientët të lehtësojnë simptomat dhe dhimbjet. Të dhënat tregojnë se konsumi i peshkut si salmoni, sardele dhe skumbri mundet të lehtësojë dhimbjet nga artriti. Përmbajtja e lartë e acideve yndyrore omega-3 e tyre ndihmon për të ulur nivelet e substancave inflamatore që prodhon trupi. Mirëpo ngrënia e peshkut të yndyrshëm nuk mjafton. Është gjithashtu e rëndësishme që të kufizohet mishi i kuq dhe të zëvendësohen yndyrat shtazore me ato bimore si vaji i ullirit. Vitamina A, C dhe E janë antioksidues të fuqishëm që duhet të siguroheni t'i merrni në dozat e duhura për t'i mbrojtur indet lidhëse në trup. Vitamina A gjendet më së shumti tek karrota, kale dhe patatet e ëmbla. Frutat e freskëta dhe perimet jeshile janë gjithashtu të pasura në vitaminë C, sidomos agrumet, speci i kuq dhe jeshil dhe frutat e pyllit. Frutat e thata dhe farat janë një burim i mirë i vitaminës A dhe të dhënat tregojnë se pacientët me osteoartrit munden të kenë lehtësim të simptomave nëse konsumojnë gjithashtu më shumë ushqime të pasura në vitaminë K si kale, spinaçi, brokoli dhe lakrat. Dim gjithashtu se vitamina D, e cila merret më së shumti nga ekspozimi në diell, është gjithashtu i rëndësishëm edhe për shëndetin e kockave dhe për forcimin e tyre. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.